Zgjodha Gjermaninë sepse sot e kësaj dite Gjermania mbetet vendi ku studiohet më lirë, por gjithashtu shumë mirë. Domethënë shkolla gjermane të muzikës, ose më saktë gjithë zona gjermanisë folse, akoma janë lidere të zhvillimit artistik dhe të mbrojtjes artistike të shëndosh për brezat e ri. Dhe ishte si thua ana praktike e gjërave që më bëri që të shkoja në Gjermani dhe mbi gjitha shtysa kryesore që unë gjithmonë e them, nëse unë nuk do kisha shkuar në Gjermani para 28 vjetësh, unë nuk do isha sot muzikant. Pra, nëse do rria në Shqipëri, nuk do kisha vazhduar me muzikën, sepse vazhdon të jetë e vështirë të jesh muzikant i lirë, të jesh muzikant pa mbështetje politike në tokat tona. Do të thënë, shikoj dhe gjithmonë e them, thënë që është krijuar sistemi i tillë kudo në këto vende tona, ku ajo lirshmëri që unë e di nga Gjermania, që kam përjetuar edhe jetoj, lirshmëria e të krijuarit të aktivitete artistike, të jetuarit nga muzika, pa njohur njeri, është e pamundur. Dhe kjo më ka bërë atëherë gjithmonë ka qenë shtysa ime kryesore që ose do ikja, do zhvilloja veten time si muzikant jashtë Shqipërisë, ose do ndryshoja profesionin, po të rria në Shqipëri. Edhe them që kam pasur të drejtë, sepse dua të jemi lirë, dua të jemi pavarur. Kohore tashmë e ke të qartë. E kam të qartë, e kam ndier atëherë, sot e di që kam pasur të drejtë. Sot e kam të konfirmuar, e kam të vërtetuar që të qenurit i lirë si muzikant, të qenurit i lirë jashtë kornizave politike, jashtë njohjeve, jashtë klaneve politike, që për mua janë shumë të rëndësishme, sepse për mua rëndësi ka ideja.